Amerikanët trajnojnë ushtrinë shqiptare për të përdorur teknologjinë kundër dronëve. Ambasada e Shtetit të Bashkuar në Tiranë ka bërtëtitur se Shqipëria ka marrë një tjetër mbështetje të rëndësishme në fushën e mbrojtjes fal bashkëpunimit me Gardën Kombëtare të New Jersey përmes programit të partneritetit shtetëror. Në një postim në rrjetet sociale, ambasada njofton se javën e kaluar kontraktorë amerikanë të industrisë së mbrojtjes zhvilluan trajnim të specializuar me forcat e ushtrisë shqiptare për përdorimin e teknologjisë kundër dronëve. Dronët nuk janë problem për aleatët e NATO-s. Javën e kaluar, kontraktorët e kompanive amerikane në fushën e mbrojtjes trajnuan ushtrinë shqiptare për të përdorur teknologjinë kundër sistemeve fluturuese pa pilot të ofruar përmes programit partneriteti shtetëror të Shqipërisë me Gardën Kombëtare të New Jersey, shkroi ambasada. Ambasada thekson se këto armë të avancuara amerikane për dronë forcojnë kapacitetet mbrojtëse të Shqipërisë dhe mbështesin misionin e NATO-s për të ruajtur sigurinë kolektive.